Ka momente kur njeriu nuk ka më forcë të mbrohet. Kur zëri nuk ngrihet për debat, por thyet në një përshpëritje. Kur lotët nuk janë më shenjë dobësie, por shenjë se shpirti ka mbërritur në kufirin e durimin. I tillë ishte momenti kur Alba, e ulur vetëm, me sytë e skuqur, tha thjesht, më ka marrë malli, dhe lotët filluan t'i rrjedhin ngadalë nëpër fytyrë. Nuk ishte një shpërthim dramatik. Nuk ishte britm. Ishte një dorëzim i heshtur. Një pranim se brenda saj kishte shumë më tepër dhimbje se sa ajo që kishte treguar deri atëherë. Sepse në Big Brother, jo të gjitha plagët duken. Disa mbahen brenda, derisa trupi nuk i mban më ka marrë malli. Një fjali e vogël. Por për Alben ishte gjithçka, mall për familjen. Mall për sigurinë. Mall për një vend ku askush nuk e gjykon për çdo fjalë. Mall për një version të vetes që nuk duhej të ishte gjithmonë e fortë. Lotët që i rridhnin nuk ishin vetëm për atë që po ndodhte në shtëpi, por për gjithçka që ajo kishte lënë pas, për gjithçka që i mungonte dhe që nuk mund ta përqafonte. Në atë moment, Alba nuk ishte më banore. Nuk ishte pjesë e lojës. Ishte thjesht njeri, syt i mbusheshin me lodh dhe ajo nuk u përpoq t'i fshite. I lan të rridhnin, sepse ndonjëherë lotët janë e vetmja mënyrë që shpirti ka për të folur. Çdo pikë loti ishte një fjalë e pathënë. Një barë e mbajtur gjatë, një natë pa gjumë, një ndjenjë vetmie që ishte rritur në heshtje. Big Brother është një shtëpi pa dritare emocionale. Je i rrethuar nga njerëz, por shpesh ndihesh më vetëm se kurrë. Dhe Alba e ndjeu këtë më fort se kurrë në atë çast. Sepse kur je i lënduar, kur ke përjetuar tensione, fyrje, përplasje, malli bëhet edhe më i rëndë. Nuk është më thjesht mungesë, është nevojë për streh. Ajo ndoshta mendonte për nënën. Për një zë që e thërret me emër pa nerv, pa presion. Për një përqafim që nuk kërkon shpjegim. Për një shtëpi ku nuk duhet të jesh gjithmonë në mbrojtje. Dhe ky mall, i mbajtur gjatë, shpërtheu në lotët e Albes nuk kërkonin mëshirë. Kërkonin kuptim. Në atë moment, edhe ata që nuk kishin qenë dakord me të, e ndjen peshën e asaj fjale. Sepse malli është ndjenjë universale. Nuk ka kamp. Nuk ka strategji. Nuk ka lojë. Të gjithë, herët avon, e ndjejnë, më ka marrë malli ishte mënyra e saj për të thënë, jam e lodhur. Jam e lënduar. Kam nevojë të ndihem e sigurt. Lotët që i rridhnin nëpër sy nuk ishin të bukur për kamera. Ishin të vërtetë. Dhe pikërisht për këtë arsye ishin të fortë. Sepse e vërteta gjithmonë prek më shumë se çdo skenar. Ky moment tregoi një anë tjetër të Albës. Jo atë të debatit. Jo atë të përplasjes, por atë të brishtësisë. Dhe brishtësia nuk është dobësi. Është guxim. Guxim për të pranuar se nuk je mirë. Se të mungon dikush. Se s'po ja del në një shtëpi ku të gjithë përpiqen të duken të fortë, Alba lejoi veten të qante. Dhe kjo e bëri njerëzore. E bëri të afërt. E bëri reale. Big Brother shpesh akuzohet se prodhon drama artificiale. Por ky moment nuk ishte i tillë. Ishte i pastër. I heshtur. Një vajzë, disa lot, një fjali e thjeshtë. Dhe ndoshta, për herë të parë pas shumë ditësh, Alba nuk po luftonte me askën. Po përballej vetëm me mallin e saj. Në fund, lotët u thanë. Por ndjenja mbeti. Sepse malli nuk ikën me të qarë. Vetëm lehtësohet. Dhe ndoshta, pas atij momenti, Alba u ndje pak më e lehtësuar. Sepse e tha. Sepse nuk e mbajti më brenda, dhe publiku e pa këtë. Jo si lojë. Por si jetë, sepse në fund të ditës, përtej Big Brotherit, përtej kamerave dhe debateve, të gjithë kemi një moment kur ulim kokën dhe themi, më ka marrë malli.